në Këshillin e Përgjithshëm të LDK-s, ti kooptojmë si antar me drejt plot të gjithë deputetët dhe një deklaratë, cilën do ta bëjmë publike shumë shpejt, dhe morë një vendim. Deklarata ka të bëjë me gjendjen politike në Kosovë, me cilën delegatët e këtij kuvendi me vot shumicë mbështetën përpjekjen tonë për të siguruar stabilitetin institucional në Kosovë dhe për të provuar për të shmangur zgjedhjet e jashtëzakonshme të katërtat me radhë në më pak se 10 gjysmë. Kjo është vullneti politik i delegatëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në këtë deklaratë këta delegat kërkuan edhe nga deputetët e LDK-s, nga kryesia e LDK-s, nga anëtarët e Këshillit të Përgjithshëm, meqenëse ky kuvend është institucioni më i lartë i partisë, të respektojnë në plotëni këtë orientim partijak dhe të implementojnë këto vendime deri në masën përfundimtare të tyre. Po ashtu morë vendim që në Këshillin e Përgjithshëm të LDK-s ti kooptojmë si antar me drejt plot të gjithë deputetët e zgjedhur të Lidhjes Demokratike të Kosovës, cilëve ju urojmë mirëseardhje në këtë Këshill të Përgjithshëm dhe më pas në vendimarrjen që vjen më pas. Edhe një herë do të zotohem dhe do të përpiqem të bashkoj sa më shumë LDK-n, por pa bërë kompromise mbi vlerat tona, mbi atë që besojmë, dhe duke shmangur çfarë do tendence edhe të përçarjes së LDK-s, edhe krijimit të krizave të paqëta.